Fund janari 2026. Qive është e pabesueshme, por është e vërtet. Ky është shalqi, kur është mbjellur? Ky ka 10 ditë i mbjellur. 10 ditë i mbjellur. Dhe shpreson që të dalësh Mikael nga të parë që do dalësh. Po, i parë. Shpresoj me të parë. Afërsisht ku mund të dalim? Po, me llogaritë ditët vete ku do dalim. Me kurrë. Me fjalë, kjo tregon që po të punohet, sidomos ta janë çuna të ria në grup, sepse dikush thotë mu jo, po pse po të shkosh atje ku është realiteti, ku edhe njerëzit në fjalë janë të predispozuar që të punojnë, jo të merren me llafe. Ylli sapo është kthy sot në një takim që kanë pas me kryeministrin, ministrin e bujqësisë për skemën e mbështetjes fermerëve për 2026-ën dhe unë shpresoj që si puna e yllit dhe vëllezërve të yllit dhe të gjithë të tjerë që janë çuna të ri, kalon emigracionin dhe kanë ardhur këtu. Ma tonë e pam ishte, sera tjetër ishte shtadylym, po. E mbjell me lagër sallat. E gjithë lagër sallat eksportohet për në Poloni. Kështu që unë do t'i uroj yllit bashkë me familjen e tij, edhe të gjithë shokët që ka ylli, një vit të mbar, sezon i mbar dhe u shtofshi sa më shumë si puna jote. Faleminderit. Faleminderit.